Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Vazhdojmë vëllezër me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në ligjëratat e fundit kemi përmend maltretimet, torturat, vujtjet e sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wassalam, dhe pyetjen që vike shumë natyrshëm e që ishte pse nuk u leju lufta në Mekë. Folëm rreth përgjigjes së kësaj pyetjes dhe thamë se e pam ose dolëm në përfundim me përgjigje se ndalimi i luftës nuk ishte dobësi nga ana e sahabëve, po thjesht ishte porositja e Allahut azza wa jall që ata të arrin të edukohen, të marrin tërbije dhe të ndërtohen si brez që është brezi ose bërthame e një brezi e një umeti që është më rëndësi e që është umeti i fundit. E sot lind pyetja tjetër e që është nëse nuk ka pas luftë në Mekë, atëherë çfarë ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kuptimi na është a çndroi pasiv, a e ka prit pejgamberi alaihi salatu wasallam deri mucize dhe mrekulli, apo vetë ju ka thonë atyre ju duroni dhe veç kaq, apo ka pas diçka tjetër, gjithsesi se nuk ka qenë kjo. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as nuk ka qenë pasiv, po vazhdimisht domethënë ka planifikuar dhe ka mendu për ndonjë zgjidhje dhe për të ardhmen, sepse ka qenë njeri vizionar dhe ka qenë njeri i urtë alayhi salatu wassalam. Andaj kena me pas se, domethënë sot do të flasim për një prej hapave më strategjike në historinë e sirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në historinë e davetit e që është hijreti për në Habeshe ose në Abisini. Domethënë Habeshe është njoft Abisinia që sot është domethënë Etiopia e sotshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pa që sahabët po torturohen shumë dhe mos e kanë rrinë deri në kufin dhe nuk kanë mundësi më me duru, pejgamberi alaihi salatu wasallam i dha urdhër atyre që të bëjnë hijret në Habeshe. Habeshe, Etiopia sot është domethënë perëndim të Yemenit. Aso kohë ka qenë krishterë dhe ka pas një udhëheqës për të cilën ta përmendit që ka qenë edhe arsyeja kryesore pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar sahabët bashkë në këtë vend të bëjnë hijret. Dhe ky hijret ka qenë hijreti i parë, për arsye se do ta shohim pastaj kanë pas edhe një hijret tjetër për në Habeshe, në Abisini, dhe kjo ka ndodhur në vitin e 5 të shpalljes në muajin Rexhep. Vjen tash pyetja pse bashkë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjedh Abisinin si vend ku do të bëjnë hijret ose ku do të migrojnë shokët e tij. Do ta shohim se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka dyshim që ka menduar opsionin më të mirë. Ka mundësi domethënë më e pranueshme ose e para prej opsione do të shkoj ke men në gadishulli arabik ose rreth i gadishullit arabik. Pra domethënë fiset e ndryshme të cilat kanë qenë të përhapura anë gadishullit arabik dhe kjo ndoshta do të ishte opsioni më i kapshëm aso kohë sepse gjuha është e njëjtë, sahabët do të ishin afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, kurdo që do t'i duhej pejgamberit alayhi salatu wasalam i kish let me i thirr ato ose me komunikuar me ta. Shtoja kësaj se edhe është gjuha e njëjtë, është kultura e njëjtë shumë e rrallë, pra ishte vend i përshtatshëm. Por migrim po ishte një arsye shumë kyçe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka përzgjedh gadishun arabik për me bën hijret. Pra pse nuk i ka dërguar nuk i ka urdhëruar sahabët me bën gadishun arabik, ishte një arsye shumë e kapshme e që është se gadishulli arabik, domethënë fiset që ishin përreth nuk ishin muslimane. Dhe po nuk kishin armiqësi direkte me muslimanët, po edhe nuk kishin edhe një miqësi. Kuptimi që ata nëse kishin bën hijret shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndonjë prej fiseve në gadishun arabik, ai respekti që kanë gëzuar kurajshitët tek fiset arabe ka qenë shumë e madhe, andaj nëse kurajshitët do ta kishin pastaj ndonjë kërkesë për mi dorëzu ato, do ta kishin miratuar ata pa kurrë farë hezitimi. Por nëse kishin kërkuar kurajshitët na sjellni çata musliman që kanë ardhur te ju, ato do të kishin dorëzuar. Kjo kishte ndodhur nga gadishun arabik, andaj kjo për këtë arsye nuk ka qenë shumë e përshtatshme. Do të kishim analizuar pak vendet që kanë qenë përreth me pas se pse opsione tjera nuk kanë qenë përshtatshme dhe ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasallam përfundim, domethënë që me bën hijret shokët e tij në Abisini ose në Habeshe ose në Etiopinë e sotshme. Opsion tjetër çka ka pas Medinja apo Yethribi aso koha. Pse s'ka qenë e përshtatshme Medinja, sepse asnjë musliman s'ka qenë. Shtoja kësaj konfliktin që ka pas mes Ausit dhe Khazrejit. Shtoja kësaj se ka pas mesin në Medinë, domethënë kanë qenë jehudit që ato historikisht nuk dihen që mundën me sjell vetë keq.
Apo, andaj si opsion ka radhë Medinja. Pastaj opsion tjetër ka qenë Iraku, i atëhershëm. Iraku gjithashtu nuk ka qenë opsion i përshtatshëm për arsye se aleancët që kanë pas me persianët. Dhe sikur se edhe çdo perandori tjetër nuk është se është shumë e dëshirueshme thirrja që thirret në reforma. Thonë edhe persianët nuk e kanë dashur, nuk e kishin preferuar, andaj edhe kjo si ka rasti opsion. Opsion tjetër është Shami. Shami kanë qenë shumë alat të bizantinasit, andaj edhe kjo ka qenë për arsye dhe ju e dini kur e kemi përmendur kur ka qenë i ri pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe ka dashur më nis për në Sham për me bë tregti, është urdhnu prej Behiras kur është taku që më u kthi mas sepse krishterët kanë pas njoftuar që ka më dalë një pejgamber dhe i kanë pas parasysh, domethënë për shkrimet e tij dhe kishin ditë që kjo është pejgamberi i Allah dhe nëse s'është krishterë pastaj domethënë do ta kishin luftuar. Andaj edhe Shami bjerë si opsion. Jemeni gjithashtu kanë qenë aleat të persianëve. Misri ose Egjipti kanë qenë në pushtetin e bizantinasve. Po, a kanë më Kaukasi që do të flasim për të, a kanë i budh, a kanë i drejt, domethënë prej si udhëheq si sundimtar, ama s'ka pas doni pushtet atë për arsye se kish pushtetin e kanë pas bizantinasve. Andaj shohim që opsioni më i përshtatshëm është Habesha ose Abisinia, edhe pse aso kohë kanë shumë larg mendjes. Do të thonë shumë larg mendjes është që mundet më shku mendja dikujt që Abisinia ose Habesha me kon si opsion për opsioneve që me bë hijret shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi alayhi salatu wasallam ka menuar këtë mirë, këtë punë, gjithashtu kjo tregon për vizionin që ka pas, larpamsinë që ka pas, ursinë që ka pas alayhi salatu wasallam, andaj ka pozet Abisinin si vend ku do t'i urdhënon shokët e tij për me bë hijret. Normal, Abisinia ka pas disa mangësi, po për parësitë që i ka pas, domethënë i kanë shumë mangësitë. Për mangësive që i ka pas ka qenë se i kanë do deti i kuq. Domethënë ka qenë deti si pengesë që pejgamberi alayhis salatu wasallam me pas shumë të vështirë komunikimin me sahabët. Gjithashtu ka qenë puna e gjuhës, domethënë gjuhë shumë larg gjuhës arabe. Gjithashtu edhe kultura dhe kjo ka qenë e vështirë si opsion. Mirë, po për parësitë që i ka pas kanë qenë shumë të mëdha që më kryesore është se në te ka sundu njëne prej mbretërve ose sundimtarve që ka gjenë në Gjashiu ose Ashame radiallahu anhu ose rahimahu, do të flasim për islamin e tij inshallah. Domethënë ka qenë i drejtë dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam për këtë arsye ka thënë sahabët law kharajtum ila ardil habasha fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahadun. Ka thonë sikur se të kishi dalë dhe kishin migruar, kishin bë hijret në Habesha, në Abisini, për arsye se në Habesha është një mbret sundimtar që nuk i bëhet padresi aty ose tek ai askujt. Ndërsa sahabët nga padresia kanë vujt apo, domethënë këto ata që kanë përjetuar në Mekë, ka qenë për arsye të shkajit, ka qenë për arsye se i kanë bë padresi me kaset. Domethënë kish pas drejtsinë Mekë nuk i kish ndodhur sahabëve çaj që i kanë ndodhur. Andaj nëse ka me një vend që ka drejtësi atë që kjo është që i duhet sahabëve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë ose ka përmendur si opsion, domethënë Habesha. Kjo është arsye e parë. Arsye e dytë është se në Habesha ose në Abisini kanë qenë, domethënë dominant, kanë dominu krishterët. Krishterët kanë qenë ehlu kitab dhe janë më të afërt me muslimanët. Domethënë Mekë kanë qenë idhujtar. Apo andaj rastësisht pasaj muslimanët kanë me anu pak nga bizantinasit ose kanë me pas qef që ato të fitojnë kundrejt persianëve në luftë. Apo pastaj kjo edhe konfirmohet me ajet ku ka përmendur pejgamberi Allah subhanahu wa taala ka thonë la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku. Keni pa më armiq më të rrept ndaj muslimanëve, ndaj besimtarëve janë jehudit edhe idhujtarët. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara. Nësa më të afër do t'i shefsh ata janë ndaj besimtarëve, më të dashur me besimtarëve, ndaj besimtarëve do të jenë ata të cilët thonë ne jemi krishterë. Andaj edhe kjo ka qenë arsye tjetër pse ka qenë si opsion domethënë Abisinia. Numri atyre që kanë bërë hijret në Abisini, vëllazër, ka qenë 15 gjithsej, domethënë 11 burra dhe 4 gra. Për atyre që ja vlen më përmend kanë qenë Uthman ibn Affani dhe Ruqayya radiallahu anhuma, domethënë vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Abu Salama dhe Ummu Salama, ka qenë Uthman ibn Mad'uni, e kemi folur për Uthman ibn Mad'uni kur kemi përmend vujtjet e sahabëve, ai i cili ka hek domethënë pe prindit vet.
Po edhe Uthmani thuhet që pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë udhtim në Habeshe ka lënë si emir Uthman ibn Mad'unin radiyallahu anhu, ka qenë gjithashtu edhe Musab ibn Umairi, për atyre që kanë bërë hijrat, ka qenë Abdulrahman ibn Auf dhe të tjerë. Dhe kur i shohim e analizojmë vëllezër, ka qenë një shpërndarje në përfise. Domethënë prej pothuajse prej çdo fisit pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë dikan që e ka urdhëruar për me bë hijrat. Po e shohim edhe diçka që është shumë rëndësishme. E shohim se nuk kanë migru këto vetëm se doptit. Apo, që ka këto Uthman ibn Affani, apo Abdulrahman ibn Aufi, Abu Salama, Umu Salama, domethënë nuk kanë qenë vetë se doptit, po kjo pastaj na jep neve një mësim, një mesazh. Se nuk kanë migru vetëm, domethënë nuk kanë migru ose bë hijra vetëm se doptit, po kanë bë hijra ata të cilët kanë qenë njerëz të mëdhej, kanë qenë njerëz me vlerë, njerëz të cilët domethënë do të kenë të ardhmen në umet të mëdha. E që nuk kupton kjo çka, se hijreti në Habeshe nuk ishte për arsye të dobësisë, po ishte për arsye të strategjisë ose udhëheqjes për me rujt davetin pejgamberi alayhi salatu wasallam, domethënë ishte një si opsion prej opsioneve të përshtatshme që i duhej islamit të muslimanëve ose projektit islam përgjithësi. Mirë, po kjo udhtim ose ky hijret nuk ka zgjatur shumë. Domethënë kur janë nis në muajin Rexhep të vitit 5 të shpalljes, ka qëndruar aty në muajin Shawal, Shaban, muajin Ramazan dhe muajin Shawal janë kthi. Domethënë më mbledh parafosisht i vel 3 muaj. Arsyeja pse janë kthi ose nuk kanë gjatë, për shka? Për arsye disa lajmeve që kanë ardhur tek muslimanët në Abisini. Lajmi i parë është Islami i Hamzës radhiyallahu anhu, që është axha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka ardhur lajmi se është bërë musliman Hamza radhiyallahu anhu. Tregohet që Abu Jahli e ka takuar një ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Safa, kodrën Safa, dhe e ka ofendu, e ka shoh, domethënë në mënyrën më të keqe, më të rëndë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht. Po qadar Allah ofër ka qenë me banem njëna që ka qenë robnesh e Abdullah ibn Jud'anit. Dhe ka pa ketë, ka dëgju ketat bash ose atë ofendim që ja ka bë, dhe atë heshtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë prezant dhe dëshmitar. Kush ishte Abdullah ibn Jud'ani? Kur kena folën se kujtohet për arabët dhe kena përmend bujarinë e arabëve, kena përmend si shembull Abdullah ibn Jud'ani që ka qenë prej më fisnikëve dhe më arabëve, më bujarëve tek arabët. Andaj kjo është ai për cilin po thon Aisha radhiyallahu anha pat vetë një herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kam i bë dobi Abdullah ibn Jud'anit ja Rasulullah, domethënë respekti që ka pas ndaj familjes dhe bujarinë që ka pas. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk kam i bë dobi, sepse ai asnjëherë në jetën e tij nuk ka thënë Rabbighfirli khati'ati yawm ad-din. O Allah, o Zoti jam, më fal gjunohet ditën e gjykimit. Domethënë asnjëherë nuk i është kujtuar me thon. Pra nuk ka qenë musliman dhe nuk ka mi bë dobi të mira. Pra këtë mirat që i ka bën këtë dunjë, i ka marrë shpërblimin këtë dunjë dhe Allah subhanahu wa taala nuk ka lënë për arsye të mos të kufrit të tij. Sidoqoftë, kjo robnesha ka qenë robnesha Abdullah ibn Jud'anit. Mos na largon kjo tash nga tregimi. Po vetë përmendëm si shembull. Dhe kjo kanë dëgjuar këtë, domethënë këtë akuzë, këtë shamje që e ka bërë Abu Jahli, dhe heshtën që ka bërë pejgamberi alayhis salam, është nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i është kthi, nuk ja ka kthi asnjë fjalë, është nis dhe ka shkuar pastaj në një prej tubimeve në Mekë, ka çndruar pak edhe është kthyer në shtëpi. Ndërkohë po vjen Hamza radhiyallahu anhu, i cili asë kohë ishte mushrik dhe kishte në krah të vartë harkun e tij. Po vjen për gjuetis. Dhe kishte zakon mos më shku direkt te shtëpia vet, te familja vet, po më shkuan edhe me bota tavaf dhe pastaj shojken apo do me xhlise që kanë qenë tubime ku vendet të mushrikëve, ka bën disa muhabete me to, ka ndru disa llafe me to dhe pastaj është kthyer në shtëpi. E këtë herë duke dash më nis për në qabe, për e takon kjo robenesha e Abdullah ibn Jud'anit dhe për i thot Hamzës radhiyallahu anhu, thot ja Aba Umara, e ka thirë në kunjën që e ka pas. Law ra'ayta ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan min Abi al-Hakam ibn Hisham. Thot ta kishe pa thot çka ka hek djali vllaut tan Muhammedin nga alayhi salatu wasalam nga Abu al-Hakam ibn Hisham. Abu al-Hakam ibn Hisham ka qenë Abu Jahl. Thot wajadahu ha huna jalisan fa adahu wa sabba. Thot e gjeti këtu ishte ult. Dhe thot filloi me shoh edhe me nënshmu me fjalë më të këqija, mi pa i thot nuk ja kthej. Thot dhe u çu dhe e la me xhlisin. U nervozu dhe u zemru shumë Hamza radhiyallahu anhu.
Dhe u nis për në qabe sepse e dikja dhe ishte sigur se ka me gjetë Ebu Gjehelin ati. Kur shkojnë në qabe, ose kur është ofru, e pa Ebu Gjehelin dhe minjarë u vërsul ati dhe me harkja kam shumë kri, deri se e ka shkaktu plak. Dhe pastaj ka thonë, e të shtimuhu wa ana ala dini, e kulu ma je kul. Thot, a e shanë atë, nuk e pas për qëllën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa thot, unë jam fen e ti, e tham atë që e thot aj. Farud dhe dhalika aleji në stetat. Thot, këthema mu nëse munësh. Kër e shofin këtë, do më thonë goditjen sulmin që avan Hamza, radiallahu anhu, Ebu Gjehlit, qohën, do më thonë fisi Benu Makhzum, që ishte fisi Ebu Gjehlit, për me marë hak, me i dalë krah. Mirë po, Ebu Gjehli ka thonë, da'u Eba Umara. Thot, lene Eba Umara, Hamza, fa inni wallahi qad sababtu ibn akhihi sabban qabiha, sepse thot pasha Allahin, thot unë kam fajt, sepse unë kam shoh djalin e vllaut ti me në share shumë të keqe dhe të vrashtë. Dhe kështu hyni Islam Hamza radiallahu anhu. Në realitet, që kjo fjalë që ka thonë Hamza radiallahu anhu, pra po e shon ata ndërsa unë jam fenë e tij, nuk e ka thonë se një me akon fenë e tij. Por këtë ka thonë veç ka zemrimi. Bile vetë tregon Hamza radiallahu anhu, i cili thot kur e thash këtë fjalë, dyqysh i ra shumë pishman edhe më duk shumë e ron që me praktikë shumë qish me praktikë fenë e baballarëve të mi. Thot edhe qatë natë të s'm ka zonë gjumi. Nuk më ka zonë gjumi, thot të e menu, thot shka me banë, shash i kumë thonë njerëzve se i kumë praktis, mi po në realitet nuk i kam praktis, thot deri sa thot shkova në qabe, thot edhe ju luta Allah në zogjo që të ma forcon zemrën, të ma hap zemrën, në atë që është hak, thot nuk e përfundova lutjen teme, vëse Allah ma forcoj bindje se Islami është hak, shkova të pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe luta ata që të banë dua për mua dhe zemrën teme që të bindet në këtë fe. Dhe kështu ndodhi. Dhe kur e hynin në Islam Hamza radiallahu anhu, do të thonë muslimanët u forcuan shumë. Po edhe u banën më krenar për arsye të Hamzës, sepse Hamza radiallahu anhu do të jetë për atyre që do të jenë krahu i fortë për muslimanët në të ardhmen. Nga Islami i Hamzës radiallahu anhu vëllazër, nxjerrim disa dobi. Njëna për dobive është ajo që thuhet se shpesh sprovat fshehin dhurata të mëdha. Shpesh sprovat fshehin vetë dhurata të mëdha. Domethënë mos ta kish ofendu që ka qenë sprov për Islamin apo Ebu Gjehli mos ta kish shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ndoshta nuk i shmëri, ai Allah azza wa jalla ka caktuar për me hin Islam, për me uzuaj. Mirë, po kjo ka qenë për shkaqeve që me bën që me hin në Islam Hamza radiallahu anhu. A dhe ka mësi diçka do njëherë ki qef, do njëherë po është keq, ose do njëherë e urejnë diçka po është mirë për ti. A dhe dush me alon dorë Allahu gjellë gjellë. Allah këtë ka përmejnë Kur'an, ka thonë, va asan të krahu shenë, va khajrun lëkum. Ka mësi urejnë diçka po është mirë për juve, asan të krahu shenë, va khajrun lëkum. Do shtë do njëherë urejnë po është mirë për juve. Wallahu ja'lamu wa antum la ta'lamun, Allah e din, nësa ju nuk e dini. Shto e kësaj, do më thonë, ose që e vërteton ose të njëjtës temë ose njëjtit kuptim është edhe hadithi ku pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadithi është në Muslim nga Xhabiri radhiyallahu anhu kur e ka takuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Musaib ose Ummul Musayyib, ka versione. Dhe i ka thonë, ai ka qenë, domethënë në sëmundje, ka pas sëmundje në temperaturë, dhe i ka thonë ma laki ya Musaib tuzafzafin, çai që po dridhesh. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po i thotë, ajo thotë el humma la barakallahu fiha. Thot për arsye temperaturës ka pas ethë. Ka thonë për arsye temperaturës ja Rasulullah, Allahu mos e bekoft. Domthonë ka fol keq, ka fol keq ose ka shoh temperaturën e atë pejgamberi alayhi salatu wasallam thot la tasubbi al-humma fa innaha tudhhibu khataya bani adam kama yudhhibu al-kiru khabath al-hadid. Ka thonë mos e shoh temperaturën si smuje. Për arsye se ka thonë ajo i largon gjunohet nga biri i Ademit sikur si i largon ai gjyriku, domethënë atë drishkun e hekurit. Domethënë është se e keqe sepse është smuje kur kush nuk e don. Ama ajo sjell një dobi që e ka në vetë andaj nuk ban, mundet me kanë diçka e keqe, po është hajër për ty. Edhe kjo është diçka që është përmend edhe në tregimin e shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha, kur ka thënë Allah subhanahu wa taala në ayat la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Mos e mendoni që e kanë keq për juve. Ajo gjithsesi ka qenë mirë për juve. Sepse ka pas shumë dobi, domethënë atë kohë, po edhe më pas, sikurse do t'i përmendim kur vim në atë pjesë të sirrës. E dyta prej dobive që i marrim nga Islami i Hamzës radhiyallahu anhu është se ndonjëherë padrejësia mundet me ngjall ndjenjat e dikujt kur e shef që nuk
pajtohet me ta, apo sikur e përmendëm edhe më herët, kjo ka ndodhur tek disa prej arabëve, sepse kanë pas si ves, si veti arabët që kur kanë pa diçka si zhbo padresi, kanë dalë në krah. Andaj edhe në këtë rast kjo Robenesha ibn Abdullah ibn Judanit nuk po pajtohet, se po e shef që po i bëhet padresi. Njëri pa hak, kam do bigajri hak, po shkon e shon edhe ofendon edhe nënshmor. Andaj kjo nuk ishte razi dhe për atë këtë arsye dhe shkoi e informoi Hamzën radhiyallahu anhu. E treta, pe dobive është se ka mundësi donjëherë zullumçari me ka përdi me përbinjat në nënshmimin, vetëm mos i bjerë Islamit doni mirësi. Çfarë kuptimi? Ebu Xehli e pranoi çat nënshmim, çat goditjet Hamzës, vetëm mos vjen tani dobi për musliman. Çfarë dobie? Po thuhet banjana për transmetime që kur ja ka mshu Hamza radhiyallahu anhu, janë çu Banu Makhzumit, fisit të Ebu Xehlit. Po janë çu pastaj edhe fisit të Hamzës radhiyallahu anhu. E thash Ebu Xehli nuk don që këto dy fiset të dalin edhe pastaj të dalin si krah, ato e kanë ndihmuar, kanë përkrahur si fis, ama jo çfarë përkrahet fort, fisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash nëse kish ndodhur më armiqësi mes fiseve, për arsye të pejgamberit alayhi salatu wasallam, tash pastaj të shkon më shumë më e theksuar edhe më e fortë përkrahja e fisit Banu Hashim, me që mos mrihen deri te kjo. Ebu Xehli thot më mirë po e ka përditje këtë goditje se sa më mri doni mirë, dhe kjo domethënë edhe gjatë historisë këtë zullumçart e bajnë. Dobi tjetër është se sa e rëndësishme është domethënë të hynë në Islam dikush që është me peshë në shoqëni, sigurisht ishte rasti i Hamzës radhiyallahu anhu. Domethënë është haku që hirin zemrën e tij dhe pastaj e sjelli edhe shumë hajrate në mesin e muslimanëve, dhe pensa pi dobive është se fjala e hak që është e vërtetë lën gjurmë tek ai që ka thonë, edhe pse ndoshta në çato momente nuk i beson ai. Ama ka me lënë inshallah gjurmë. Herdo kurdo. Hamza radhiyallahu anhu, çata kur e tha fjalë që un jam fenë e tij, nuk ishte që e besoi kjo ata. Ama pastaj Allah subhanahu wa taala hapi gjoksin dhe e pranoi atë vërtetën. Andaj donjëherë është mirë me thonë fjalën e hakut të dikush që veç ta ketë ai, sepse ai inshallah ai ka më reflektu, ka më menduar ata dhe pastaj ndoshta edhe pranon. E dyta prej lajmeve që ju arriti muhaxhirëve në Habeshe ishte pranimi i Islamit të Omerit radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mesudi thot: "Ma kunna naqdiru ala an nusalli 'inda al-Ka'bati hatta aslama Omer." Nuk kena pas mundësi mu fal në Ka'bë derisa pranoi Islamin Omerin atë. Mi po Omeri ai ishte prej atyre që prite Islami i tij, nuk ishte prej atyre që prite Islami i tij. Apo bile ishte prej armiqve më të rëndë të Islamit dhe muslimanëve. Prej matreptive. Derisa tregon Leila radhiyallahu anha, ajo dhe bashkëshorti i saj, Amir ibn Rabia, ishin për atyre që banën hijret për në Habeshe, në Abisini. Edhe tregon kjo Leila, thot, tu bë gatin e për me shku, për me bë hijret, thot, shkoj Amiri, bashkëshorti i saj radhiyallahu anhu, shkoj për disa nevoje që i kishte, që na duhej për rrugtim, për udhë. Thot, ndërkohë që isha tu i bë gati ato teshat, thot, u afru Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dhe më tha: "Innahu al-intilaq ya umma Abdillah", tha jeni duke u nisin, duke udhtu o nana Abdullahut. I thash po pashallah, la nakhrujanna ila ardillah. Pashallah do dalim në tokë për tokave të Allahut. Për asyune se na keni maltretuar, na keni torturuar. Hatta yaj'al Allahu lana makhraja. Derisa Allah na jep neve dhe një rrugë dalje. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu i thot sahibakumullah, thot Allahu ju shoqëroft. Thot edhe mi po kjo thot Leila radhiyallahu anha, thot po është një botësi në zemrën e Omerit, nuk e kum pa më herët. Thot edhe po është që u mërzit për këtë dalje tonë nga Mekja, këtë braktisë dhe këtë hijret tonë. Dhe thot kur buri jam, thot i thash atina, thot ja Eba Abdillah, thot Eba Abdillah kunje. Law ra'aita Omar anifan wa riqqatahu wa huznahu alejna, thot ta kishe po sa i zbut Omeri dhe sa u mërzit për daljen tonë. Ata Amiri thot ata imta fi islami, thot ata ma'ta, thot a shpresove në Islamin e Omerit. Ai thot po, thot pasha Allahun, ma përpara magari Omerit radhiyallahu anhu në Islam se sa Omeri. Jo pse se ka dashur Omerin dhe Islamin e tij, po ç'është larg ka qenë ky. Domethënë ato i kanë ditë se sa i ashpra kanë, sa i vrashta kanë për muslimanë, thot ma afër bëhet musliman gomare që nuk është e mundshme, se sa Omeri radhiyallahu anhu. Mi po në realitet e shohim vëllezër se kjo intuita e kësaj sahabeshës
ka qenë më saktë se sa paragjykimi i këtij sahabijit radhiyallahu anhu. Andaj sepse zemrat janë mes dy gishtat të Allahut, ka libu kayfesh. Andaj ndodhet që një ditë për ditë Omer radhiyallahu anhu nis me shpatën e tij për me shku me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkoi e kishin një që është me një shtëpi në Safa, ai edhe me disa peshokëve të vet. Kanë ka pas me vete, ka pas Hamzën atëherë, se po vetëm se kish pranuar Islamin Hamza radhiyallahu anhu. E ka pas Abu Bekrin, Ali radhiyallahu anhu dhe disa pe muslimanë që nuk kishin bërë hijret në Habeshën, në Abisini. Dhe u nis për me shku për me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por rrugës e takon Nuaim ibn Abdullah. Nuaim ibn Abdullah radhiyallahu anhu ishte për të parëve që ka pranuar Islamin, po nuk është se ka shfaq Islamin, ka marrë shef. Atë kur për shef Omerin dhe zemrimin e vet, shef më së me shpatë, thot ku je nis? Ejna turid ja Omer, thot për ku je nis? Thot uridu Muhammeden sallallahu alaihi wasallam. Thot jam nis drejt Muhamedit dhe pastaj flet disa fjalë që tregon se ai është renegat, na ka përçon, as i du me vrap. Tash Nuaimi radhiyallahu anhu që shtat defokuson domthon. Thot wallahi laqad garratka nafsuka ya Omer. Thot pas ka mashtru vetë Omer. Ta menon thot se Abdumenafi fisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka më të lënë rahat pastaj me jetu nëse vavron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mi po pastaj e tregon diçka që ket me haru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sulmin e tij. Se disa Omer kon i fortë, domthon edhe ai çat që ka synu domthon e ka çun vë. Thot e fala tërgju ila ahli bejtike fetuqimu amrahum. Tash ka shkua Nuaimi radhiyallahu anhu ka zgjedhat dobin që është më e lehtë. Ka thot këshire një herë shko te familja jote drejtoj, mase shko te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pse te familja ime? Po thot edhe dhëndri jote, edhe motra jote thon kanë hyrë në Islam. E kanë pranuar fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas për që në kanë Said ibn Zaidin ibn Amrin radhiyallahu anhu, që ka qenë për gëzuar me xhenna. Atë Fatimatu bintul Khattab radhiyallahu anha ose radhiyallahu anhuma. Çuditë Omer dhe nisët për të shpia e dhëndrit vet ose konatit vet. Kur shkon aty tu afru ato e nin Omerin radhiyallahu anhu, e Omeri i nin se këto janë të lexu Kur'an. Pse? Se mrena ka qenë Khabbab ibn al-Arat. Sahabi duke u lexuar një fletush në surën Taha. Khabbab ibn al-Arat kush ishte? Që kena përmend që i është gjek shpina e tij dhe pi longit shpinës është shujt zjarëm që kanë. Domthonjë që është maltretuar, ose ai është njëri prej sahabëve që i ka shku i ka thonë pejgamberit alayhis salam ya Rasulullah, lut Allahun na vend rrugdalja. Ky është ky sahabi, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Ka qenë duke lexu, po ku nin Omerin Allah që shkon në shefat. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. E kjo Fatimia radhiyallahu anha shkon në shefat fletushkën e Kuranit që ka qenë. Hin Omer radhiyallahu anhu, çka ishte çaj për shpëritme? Thot kur gjon skeni. Ja thot pashallah, thot komni mirë diçka, po edhe mund ka lajme se edhe ti thot keni hin Islam dhe shkon e rrej e sulmon Saidin radhiyallahu anhu. Tu shku të rrej, tu e godit ata, vjen ndim motra vet ose gruaja e Saidit radhiyallahu anhu, e Omer radhiyallahu jap një goditje asaj në kokë derisa domethënë një xhakos. Kur e shef gjakun në fytyrë të motrës vet, domethënë zbutet Omer Allah dhe çetsohet. Dhe pasi që të sohët të bërë me qatë fletushkën, të shëfshë ka thonë Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam. Mi pa ato thot, jo, s'ta japnë. Fatimi radhiyallahu anhu thot, s'ta japnë, se thot, s'kina besë ti. Ka thot, bërë me, thot, pasha Allah, thot, kam vakti. Betohet, në thot, në të benë që ka bo, se kam vakti. Kur e shef, thot, që këtë butësi, se ki po betohet, se kam vakti, shpreson në Islamin Omerit dhe motrave, si motër, a dhe i thot, s'ta japë këta, sepse ti je pa pastër, domethënë për arsye të shirkut, shko thot pastroje pastaj sepse këtë Kur'an nuk e prek vetë ai i cili është i pastër. Shkon pastrohet Omer dhe lexon fletushkën ose që ka qenë surës Taha dhe pastaj thot ma ahsana hadha al-kalam wa akrama. Thot sa fjalë e mirë që ka kjo, dhe sa fisnike. E kur e niket fjalë Khababi dal. Që është më shef Khababi radhiyallahu anhu dal, edhe i thot ja Omer, thot Omer, pashallah, i thot shpresoj që ti je i përgjith për arsye duat që e ka bërë dje, që e kam dëgjuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilën dua? Thot ku ka thon Allahumma ayyid al-islam bi Abi al-Hakim ibn Hisham au bi Umar ibn al-Khattab, ku ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah forcoi islamin me Abu al-Hakim ibn Hishamin, që ka qenë Abu Jahlin, ose Umar ibn al-Khattab. Thot Allah ya Umar, ki frikë Allahun Umar. E Umar radhiyallahu anhu kërkon pi Khabab që t'i tregon vendin ku është pejgamberi alayhi salatu wasalam, që të shkon t'ja shfaq Islamin, ja tregon dhe pastaj niset. Kur niset Omer radhiyallahu me vete ka pas shpatën,
shpatën të cilën e shnisën fillimisht për me shku me vrapë pejgamberin alayhis salatu wasalam, nëse tash po shkon me shfaq islamin e tij. Kur shkon tash te troket në derë, po e shef njëri prej sahabëve sepse ju e dini, domethënë ajo hujra që quhet, hujra i vën si obor. Domethënë ka qenë dhoma, shtëpia, pastaj ka pas obor dhe dera kryesore, po. Ka shku sahabiu me pa, e ka pa prej çarreve të derës, është Omeri me shpatë, dhe ai kanë ditë çfarë armiqësie ka pas dhe kthehej thotë ja Rasulullah Omerin me shpatë e parë. Domethënë atëherë Hamza radhiyallahu anhu thotë fa adhan lahu, ja pi leje, nëse ka ardhur për mirë ka me gjetë, nëse i ka ardhur për keq, kina me vrasë thotë me shpatën e tij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë pasaj e adhan lahu, e pi leje. Vjen hin Omeri radhiyallahu anhu, del pejgamberi alayhi salatu wasallam në borë. Shpisër ka mirë. E ka për teshë kre. A dhe thot, ma gja e bike ja Ibn al-Khattab, thot, shka të përuni këto Ibn al-Khattab, o biri Khattabi. Ka thot, fe wallahi ma aran të ntehi, hatta yunzil Allahu bike qari aten. Thot, pasha Allah nuk menoj që ti kime nal, pa të ndëshku Allahu, pa të dënu Allahu. E atër Omerë dhe thot, ja Rasulullah, thot, gjitu ke li u'mina billahi wa bi rasuli wa ma gja amin indillah. Thot, ja Rasulullah, thot, këmarë vesh me besu Allah, pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe me besu atë që ka ardhur për Allahut. Atëherë bën tekbir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bën tekbir në borë e nin sahabët mrena dhe gëzohen sepse kuptojnë që Omeri radhiyallahu ka hyrë në Islam dhe pastaj dalin për shtëpisë shumë më të sigurt sepse tash me vete i kanë përveç që nga pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe Hamzën, po e kanë tashmë edhe Omerin radhiyallahu anhum ajma'in. Edhe nga Islami Omerit ka disa dobi vëllazë. E para për dobive është mësimi ose thirrja ose daveti. Domethënë nuk është nalë edhe për skej presionit, edhe për skej frikës, edhe për skej domethënë peripecive që i kanë pas sahabët. Domethënë ka shku Khababi radhiyallahu anhu në shtëpi ka lexuar Kur'anin. Nuk janë nalë, nuk kanë thonë valla kush do në të vend të shtëpia Arkam ibn Arkam sepse s'mura me shkuën në për shtëpi çdo ku. Jo, kanë shkuar edhe në për shtëpia vetëm ta përhapin dinën e Allahut. Andaj sot elhamdulillah Allah azza wa jalla na ka dhënë si begati domethënë xhamit, mektebet, mundësit për me domethënë me pas ligjërata të ndryshme dhe mungu fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit alayhis salatu wasalam, andaj këtë si mirësi zban me shpërfil. Si në veçantë domethënë kur tash e shohim se ndoshta prej arsyeve më të forta që në këtë zaman fitneve, domethënë më forcu ose më net stabil besimtari është me kanë prezant apo ligjërata. Andaj këto mirësi zban me ish për që shpërfil do të më kanë më njohës i kur ti va di vlerën edhe i e prezant jo me elan ata për ndonjë arsye të vogël. Andaj ta dina si në më sepse nesër Allah mundet me na marrë nëse nuk ja dim shqyqirin. E dyta është se madhështinë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe dobive domethënë, është madhështinë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zemrën e sahabëve. Qysh? Po Nuaym ibn Abdullah radhiyallahu anhu ka thonë më mirë të shkoj te familja vet, në mirë të vesh me to sepse ka familje, ka motër, ka dhëndër, prap s'mundet ndoshta me marr guximin me vro. Se sa të shkojë te pejgamberi alayhis salatu wasalam, sepse pejgamberi për neve alayhis salatu wasalam është prioritet me kon i sigurt. E treta është kur është fsheh Khababi radhiyallahu anhu, nuk kupton çka sjell një dobi tjetër, një mësim tjetër që është besimtari mundohet të bën çmos ti minimizon, domethënë damin. Ta minimizon damin. Nuk shir valla u bën çka u bën. Jo, ti më shefu, pastaj nëse gjën, kaderallahu, tonë më shefu ose mundohu ta minimizosh damin, mos këshirish pastaj me bën, valla unë e bëj temën u bën çka u bën. E katërta është se sa është mërdhuru Kur'ani çish në fillim të Islamit. Andaj motra e Omerit radhiyallahu nuk ja dha Kur'anin fletushën që kishte Kur'an, po bile e çoi edhe mula Omerin radhiyallahu anhu, edhe pse pak para disa sekonda dhe minutave, domethënë e ka godit dhe ka dosh me arrej keq, amani, domethënë vetëm se nuk e prej këtë Kur'an dikush që është i papastër. E gjashta është ose e pesta është gjurmët që i le Kur'anin kur ti e kupton atë. Edhe pse s'ka qenë besimtar Omer edhe veç pse ka kuptuar Kur'anin dhe ka lexuar surën Taha, domethënë ka kalon gjurmët ai dhe ka thënë ma ahsana hadha al-kalam, sa fjalë mirë që kanë kjo. Sepse ndoshta më herë nuk ka pas mundësinë më u dhon, sepse mushrikët vazhdimisht janë munduar me ndal të tjerë nga Kur'ani dhe nga dëgjimi i Kur'anit. E gjashta është si ka shfryzuar Khababi radhiyallahu anhu mundsinë për mi bë davet Omerit, domethënë veç në momentin e parë që ka mundësi për davet e ka shfryzuar. Do të kanë një shef, po vjen një fjalë që ka mundësi me shfryzuar e ka shfryzuar më një herë. Dhe ka dalë dhe kur ka një atë fjalë të Omerit radhiyallahu anhu, ka dalë dhe pastaj ka thonën që po shoh se ti i përzgjet. Dhe ti ndoshta e ka dhënë pastaj atë lajm që ndoshta kanë pe arsyeve që Omeri radhiyallahu me pranu Islamin. E shtata është domethënë çajo që përmend edhe më herët, ndikimi i njerëzve me peshë në shoqëni,
për mu forcu Islami. E teta është se është pi sunetit ose është mirë që kur ta pranoj Islamin dikush me bë tekbire, sikur se bani pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse Islami i dikujt është për mirësive më të mëdha në numër, dhe kjo me Islamin e Omerit radhiyallahu anhu del në shesh edhe domethënë mirësia e Allahut, fuqia e Allahut dhe urësia e tij subhanahu wa taala. Dhe arsyeja e tretë vëllezër, ose lajmi i tretë që i mrini Habeshi, muhaxhirëve në Habeshe, migrantëve që kishin bërë në Habeshe në Abisini, ishte se ju erdhi lajmi atyre se Mekasit janë bërë musliman. Lajmi nuk ishte i saktë, ama ju erdhi si lajm. Pse? Edhe ku ishte arsyeja? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i është zbrit sura Najm, ka lexuar sahabëve, dhe kur ka lexuar sahabët kanë qenë edhe disa mushrikati. Dhe kur kam rinë në fundin e surës, ku thot Allah azza wa jalla afa min hadha alhadith ta'jabun, thot nga kjo fjalë, domethënë fjala e Allahut, ju çuditeni, wa tadhakuna wa la tabkun, ju çeshni edhe nuk shani, wa antum samidun, dhe ju jeni pa kujdesshëm, shkujdesshëm, fasjudu lillahi wa'budu, thot bani sejdë për Allahun dhe adhuroni atë. Bjerën sejdë pejgamberi alayhi salatu wasalam, bin sejdë muslimanët dhe me to bin edhe mushrikët. Çato që janë që e kanë një. Bile ibn Abbas radhiyallahu Buhari përmend se thot kanë rro njerëz dhe xhino me pejgamberin alayhi salatu wasalam sejdë, dhe kanë një këta kanë menuar që kanë bërë musliman. Nga madhështia e Kuranit, domethënë ata kanë rro sejdë, dhe këto kanë menuar që lajmi i Islamit është i saktë, ndërsa në realitet ka qenë veç lajmi i sejdës së tyre. Kanë rro sejdë dhe veç dy persona nuk kanë rro. Umej ibn al-Khalaf, që ka maltretuar Bilalin radhiyallahu anhu, dhe ka qenë njëri al-Muttalib ibn Wada'a. Çka Muttalib ibn Wada'a radhiyallahu anhu, që ka më pranuar Islamin në çlirimin e Mekës. Mi po atë nuk ka rro sejdë, dhe pastaj ka përmendur vazhdimisht se s'kum rron sejdë atë çdo herë që ka më lezu këtë sure ka më rron sejdë, sepse kanë qenë pi atyre që më ka privu Allahu mos më rron sejdë, po alhamdulillah domethënë ka bën Allahu azza wa jalla pi atyre që do t'i bëjnë sejdë më vonë Allahu xhela xhelala. Andaj këto lajme ishin dy të parat ishin sakta, mi po e treta nuk ishte saktë, mi po i kish bën që muhaxhirët kthehen në Mekë. E kur u afruan në Mekë se kuptuan që nuk është saktë. E disa u kthin, disa domethënë kërkuan strehim të disa tjerë. Mi po nga kjo pjesë vëllezër e sirës që e përmendëm, janë një 3 dobi kryesore. Shkurtimisht do i përmend. E para se Islami është shumë i fuqishëm, ama bëhet edhe më i fuqishëm me muslimanët që hinë në Islam. Andaj besimtarët do të më shfrytëzojnë çdo mundësi që me i thirrë dhe me shtu më shumë xhamatin e muslimanëve. Sepse Islami është i fortë, po bëhet edhe më i fortë me muslimanët e tjerë. Andaj ti i fortë, po je i dobët në shavet, po bëhesh edhe më i fortë me xhamatin. Ki andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kanë nxit sahabët përgjithësi, po edhe Ali radhiyallahu anhu në luftën e Khayberit ka thonë fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin nam. Ta uzon Allahu dorën tonë dikan është më mirë për ty se devet të kuqe që kanë qenë devet të çmume. E dyta është kujdesi nga mos i besojmë thashëthëmeve, dhe nevoja ose domosdoshmëria për me vërtetu lajmin. Domethënë muhaxhirët kanë marrë gjithë ato stem që i kanë rënë pishmanat e për shka, veç se s'kan pas mundësi me vërtetu një lajm. Allah azza wa jalla ka thënë ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin. O ju që keni besuar, nëse ju vjen juve një fasik me dënë lajm, ata shurton atë që mos më i hak dikujt. Andaj njerëzit sa për këtë thashë thëmë janë 3 kategori. Kategoria e parë janë ata të cilët domethënë i prodhojnë ose i shpikin thashë thëmet. Domethënë lajmet e pavërteta. Sidomos tash me rrjetet bashkëkohore, a do të më pas frikë Allahun çdo kush, do të më pas kujdes, domethënë mos nxjerr thashë thëmet që pastaj do t'i mashtrojnë ndikam, sepse Allah ka thënë in ja'akum fasiqun. Nëse ju vjen juve një fasik. E fasik është mëkatar i shturt, dikujt që nuk i beson lajmet ose fjalët që i thot ai pastaj. E dyta prej kategorive është ata të cilët i besojnë thashë thëmet që i ka shpik dikush, që i ka prodhu dikush, dhe pastaj bëhen si urë ose për mi shpërnda ata. E Allah azza wa jalla ka thonë për këto se këto nuk janë ata të cilët i përcjellin ose i praktikojnë udhëzimin e Allahut xhela xhelalu, që është fatabayyanu. Allah ka thonë se vjen një lajm pe doni fasikut, ju shqyrton atë. Apo vërteton atë. Mos kisheni vesh me besu, sepse mund të më hin hak dikujt. Edhe e treta kategorive janë ata të cilët e vërtetojnë lajmin.
E tash ti dush me edhe me vërtetu lajmin, është i saktë, dhe pastaj edhe nëse është i saktë, a ban me përcjell. Sepse ka diçka doni lajm është i saktë, por ti nuk ban edhe me përcjell. Dhe e treta vëllazër, dhe e fundit, është madhështia e Kur'anit, nëse kuptohet ajo dhe këtë u përmend diçka, po kjo ka shumë raste, ta përmendi vetëm një rast, me këtë ta përfundojmë. Se si mushrikët para syve se kanë kuptuar Kur'anin, edhe nëse se kanë besu, kanë pas qef me ngu ata. Edhe nëse se kanë besu, kanë pas qef me ndëgju ata. Sikur sa është rasti i 3 prej mushrikëve, njëri prej tyre ta pranon Islamin pas, që është Abu Sufjani radhiyallahu anhu, Abu Jahli dhe Al-Akhnas ibn Shariqi. Këto gjatë natës kanë shkuar kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Kur'an duke lexuar në namaz natë, fshehurazi. Çdo njëri vend në vetë ka gjetë për me ngu deri kur e ka përfunduar pejgamberi alaihi wasallam dhe pastaj janë kthi për me shku në shtëpi. Kur janë kthi janë takuar në rrugë. Ka thonë ti ku ke këtu? Ti ku ke këtu? Pse s'ban kjo? Domethënë kanë zonë me çortu njëri tjetrin. Pse? Sepse kanë thonë vetë, ka thonë la ta'udu fi law ra'akum ba'du sufahaikum la uqa'tum fi nafsihi shay'a. Ka thonë mos bani më këta. Mos ta bajna bashkarisht. Sepse më na pa dikush për me kazë, pastaj ka mund diku kjo që ai sot mos e Abu Sufjani, mos e Abu Jahli, mos i këto po shkojnë fshehurazi me ngu, atë pas ka diçka që ja vlen ka mungu. Mos e bani. Mi po tash natën e dytë, çdo njëri prej tyre thotë ato dy s'kan më ardh kam shkuone. Edhe kështu shkojnë prap. Prap takohen, thotë prap s'kena më shku. Herën e tretë më kur asit thotë natën e tretë më thotë s'kena më shpërndo vetëse pa u zotu se çdo njëri prej neve s'ka më shku më. Pra arsye se shumë shër kam u bë, sipas atyre shër, domethënë nëse e vazhdojmë këta. Andaj kjo tregon vëllazë se mi po para se me përfundu këtë si ngjarje, tash Akhnesi që i treti shkon pastaj pasi janë zotuar dhe më nuk e kanë përsërit këta, shkon te Abu Sufjani thotë çfarë gjurmë ka lënë Kur'ani që ke ngu, domethënë se ka pas diçka që të ka shtin. Thotë valla do diçka e kum kuptu, diçka se kum kuptu. Abu Jahli thotë unë e di që është hak, që thotë ja mos nuk e se besoj për arsye të kibrit ose edhe hasedit që e ka pas. Edhe kjo si mesazh ndoshta ja vlen me përmend që domethënë kur çiki Kur'an që nga madhështor dhe kanë bërë shmos, domethënë mushrikët, me koka mushrikëve më shku me ngu, ne e kena para vete. Domethënë do të më lexu sepse kur atyre i kalon gjurmë, domethënë gjithsesi se zemrës besimtarit i lë më shumë gjurmë, po duhet munale. Me medituar ata sepse Allah ka thënë dhe me këtë ajet po përfundoj, "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashya." Nëse këtë Kur'an e kishim zgjidhur për malet, ishin bërë copë hin. Ajo në zemrën e besimtarit apo? O tilka lamthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dhe këto shembuj ne i sjellin besimtarëve njerëzve përgjithësi që ata të mendojnë. Lutim Allahun azza wa jalla që Allah ta bën Kur'anin pranver të zemrave tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na falë neve, të falë besimtarët që na kanë paraprimë iman, dhe të bën për atyre që do të shoqërojmë këta sahabe, me të cilët po shoqërohemi me ata dhe kryesorin e tyre dhe tonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po shoqërohen përmes sirrës, na boft Allah për atyre që do shoqërojmë edhe në xhennet. Wallahu ta'ala alim, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.